Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim, unë jam Angela dhe sot kemi një vlog. Çfarë bën njerëz, si jeni, si po shkon shkolla, puna, të gjitha mirë. Unë po ndjem sikur po më kap gripi o influenza o Covid. Më mungon energjia, njëra, tjetra, e thash çfarë është gjëja më ideale të bësh vlog, kur s'ke energji. Dita sot ka shopping, do dalëm pak më vonë me Anën, kështu që tani unë do pastroj pak shtëpi, do lajm, do bëjmë gati këto muhabetet që juve i dini. Si fillim duhet pi një kafe, se s'kam pirë një kafe akoma, se sa jam zgjuar, shikon, se u zgjova. Duket, mos më thoni tani që s'duket, e di unë që duket, por desha t'ju tregoj më përpara diçka që më ka arritur, që është gjëja më e bukur në botë që më ka arritur ndonjëherë. Atëherë në po kjo kutia nga Julia, nuk e di si quhet, edhe këto janë vethat më të bukura që të keni parë në botë me sy tuaja. Unë çdo ditë vesh këto që më kishën dërguar radhën e kaluar. Çdo ditë i vesh në dush, në gjumë, nuk janë nxirë, nuk kam pësuar asgjë. Do me them pas ka cilësi të mirë, edhe si kemi thënë gjithmonë vinë me këto gjarat me librin që shef edhe koleksionet e tjera. Tham, vjen bashkë me qesen që ka brenda, një kartë që të shkruani, edhe këtu që është leck që pastrojnë produkti juaj. Kështu që po e doni për dika tjetër e porosisni. Cup, ja të shoni dorat, edhe këtu kemi kutiçkën, është kështu, edhe kur e hap, tatan! Okej, prisni t'ja u tregoj nga më afër, çfarë është kjo? Është një dinozaur njerëz, është një dinozaur jeshil. Okej, pas është ky vethi më i bukur që keni parë në jetën tuaj, atëherë kush është? Janë vethet e mia të preferuara deri sot. Më dërgon kjo marka, edhe shumë bëjt qefit se ka produkte që mua më pëlqejnë jashtë mase shumë. Më kanë dhënë edhe një kod që do ja u le për 15% ullje, i dini juve këto muhabete, do ja u le poshtet description box. E tani që e vurëm, ja si është, ja si duket. Është një dinozaur. Unë vdes për këto gjërat, e dini që më pëlqejnë këto lloj gjërash, unë vdes janë vethet e mia të preferuara në botë, dhe i vesh gjatë gjithë vitit. Dhe i heq nga veshit, se s'mund të flesh me një dinozaur në vesh, për janë fantastike. Sa arritëm në një qendër tregtare. Si gjithmonë unë. Ana e ka fajin që më solli unë nuk desha. Po më detyroi edhe do ikëm. Më zek koka kur dal në për dyqane, nuk e kuptoj këtë gjë, prandaj më pëlqen të bëj online shopping, e preferoj 7000 herë, por tani kemi këtu 100 të tërbuar, sepse i ka erdhur ora të haj, kështu që ndrohemi edhe nxjerrim blushon. Pastaj duhet të mbledhë shërmojën, një lava edhe lusho s'kan ka se jashtë kishte rënë shik, kështu që nuk mjafton të letra e lagur, duheshin larg këmbkat. E tani e kam lënë ndje sepse nuk e do tharsen, edhe me këmbë të lagura unë nuk e le të vi këtu. E si e pat nuk bleva asgjë, Ana blevi një pal Nike Air Force shumë të bukura. Po unë
nuk isha nevojë për diçka, kështu që nuk bleva diçka, por kam bler diçka këto kohë që t'ja u tregoj. Me që është akoma kështu, është nga Asos, i gjeta këto me ulje. Mbasi te Asos nuk ka numrin tuaj direkt, e them për ata jashtë shtetit, se ju në Shqipëri me doganën ju kam thënë s'dua fare t'ju marr në qaf. Edhe kishte këto, por nuk ishte numrin tim, i kishte shumë kohë, ishin me ulje, janë këto tutat Nike, ngjajnë pak me ato grit që kam, po këto janë të bardha. Edhe ishin me 27 euro, por nuk ishte numrin tim për 2-3 javë. Edhe doli një natë numri im extra small, e direkt që e bleva këto janë. Formengu se ato grit që kam janë akoma më oversized, edhe këto janë oversized, po ato janë më oversized, e thjesht janë të bardha, janë e më të holla nga ato grit. Diku këtu ka çaj Shqipërie, kështu që duhet të bëj çaj Shqipërie, Mali domethënë. Nuk ka gjë më të mirë se kjo në dimër njerëz. Njerëz, dita tjetër, mirë mëngjes, nuk ka shash mëngjes, ora është 12, sa na erdhi buri, edhe desha të ndaj me ju super dhuratën që më solli, aparekiatur për GoPro-n. Dikur më sillte domate, tani ka evoluar e më sjell aparekiatur për GoPro-n që kur kuptoni hapa YouTube-in. E këtu brenda ka gjara që i ve në kokë, e ven një lastik në kokë që të mbash GoPro në kokë. Kuptoni, për outfit of the day, do me thënë do ju tregoj outfit of the day, edhe do kem edhe elastiku në kokë me GoPro-n si outfit of the day. Kur je profesionist, mo, kështu është, profesionizmi, on flik. E me që na erdhi buri, do ikëm të hajmë jashtë, sepse është e premte, na kanë mbaruar të gjitha ushqimet. Sot paguan fabrikat, se është ditë jave, kështu që paguan fabrika Clyde-it, kështu që do ikëm të hajmë, falas është. Përshëndet buri njerëz. Na i trego pak edhe maskën e re me X. Çfarë buri. Si kuptuat, ndrom gomat, edhe më falen këtare, për 400 euro më falen edhe këta, lumë unë, lumë si unë, si vjetë kjo ore? Që ka ndej, edhe nga në tjetë, brave, kuptove. Ti këlleket. Bravo! I bleva edhe Milos një tapet që ta ve këtu të dhoma. Krevatët e vetë i han, kështu që thash le të provojmë një tapet që të flerë këtu kur jam unë me Clyde-in. Se kur jam vetë, e mbaj në krevat me vete, për kur jam i të dy, nuk unë zem. Kështu që thash hajma të provojmë me tapetin si do ndodhë. Tani një ora është, sa mund tjetë 7, më ora vesh që ka si tip diçkaje në qendër t'i face, edhe shpresoj t'i gjej një krep ose një vafla ta haj, prandaj po shkojmë aty. E bërëm gjithë gjiro, edhe krepa? Ska. Nuk gjetëm bre njerës, nuk gjetëm. Gjetëm? Vërtet? A, moja fut ko, po e mbyll. Nga kreperia. Soj, po e mbylli. No, sa i gjetëm po e mbyll. E mbylli. E mbylli. Grazie. E gjetëm po. Edhe u kthem në shtëpi. E kur kthehemi në shtëpi çfarë bëjmë? Ja fusëm çantës me pak napizan, sado kur del jashtë e lejmë ndonjë tavolinë, karige, kënde ande, kështu që napizan ta pastrojmë edhe këtu pjesën që e kapëm, edhe vrasëm bakteret. Këtu kemi rroba të tjera të ndera, sepse gjithë ditën lajmë ndek. Të ndrojmë pak tani. Vrana duart. Mirë se erdhe buri. Mirë se gjeta. Tum, po zhvishëm para kamerës. Shive. Prank Clyde-it. Mirë mëngjes, sa u zgjuam, thjesht editova, prandaj nuk ju tregova gjë tjetër.
A desha t'ju tregoj këtë xhupin që e kam bler tani. Është nga marka Sisley, e ka marrë 15 euro. Kaq të lirë ka marrë, se nuk isha një të shkurtër kur dal për dita, më shumë për kur nxjerr milën. Po shikoni çfarë bën kjo tani. Nuk më nxe. Desha t'ju tregoj që mbyllet e gjitha këtu. Tutu! Kush e pa gruan e vet? Kush e pa gruan e vet? I ke lere çuni të shkoj te gru. Shiva. Oho, si ma zhveshur nusja mua. O, si ma zhveshur mua nusja. O, nuse sa e bukur mi e berë, moj. Po me... Shife. E trembe, o i marë, e trembe. Ciao. Ciao. O njëre, sa ma rritje dhe pako. Qërë është kjo, re? Qërë është kjo? Ta gëzosh jeta ime, është dhurata ime. Po, duhet jenë ashture. Lente. Ta thash. Hengrëm që thoni, pivëm, pastrova, u lava, po lyem, kam hequr perden se e vëra talaj, edhe nuk kemi shkall këtu, edhe duhet të varesh nga dritarja që të heqësh perden. E i thash Klajdit, po ma heq pak ti se unë nuk mundem, se Klajdi ma heq perden. Edhe budalli po bënte sikur po binte dhe unë u tremba, a i qeshi, unë e shava. I dini këto skenat mes qifteve. Tani po bëm pagati, po lëm shumë pak, nuk kam vën as fondotinta, si quhet fondotinta. Ajo që kisha më ka mbaruar, ajo e Estée Lauder, edhe ajo e Dior që kam është për behar, kështu që është shumë e errët për tani. Edhe kam porositur të marri, njerëz më ndem gryka, më ndem gjithë këto pjesa këtu, edhe më shfryr. Sot ka ndeshje Inter i Klajdit, as nuk e di kush e ka ndeshje, nuk e di kush luan. Edhe Klajdi ka organizuar që të dalëm të shohim ndeshjen, të pim një kafe, edhe këto muhabetet e çuna. Dini ju. Derisa të blej syze që kanë edhe dielle shikim, jam e detyruar t'i mbaj kështu doppio syze. Nuk kam gjetur tjetër cilja. Se duket shumë keq. Jo, shumë bukur, TikTok. Sa hyrëm në shtëpi që thoni ju njerëz, edhe doa të ndrohem. Mblodha edhe këtë që kisha lar. Tani kjo është e ftohtë apo e lagur? Nuk e kuptoj. Asus po e kuptoj. Edhe këto? Po. Të lagura. Ku do ndej unë perdhe e njërën e tjetra? Prit. Jo, që bën? Mbrapsht po e vejmë. Kjo është e para. Ma njerëz ndërkohë, akoma po më ndem qafa, e sa shkon po më ndem më kej qafa, e veshi, e gjithë kjo pjesa këtu. Klajdi kur me perde! Pse ka ngelur një më shumë, thot, se para është ajo aty. Duhet me ba prap tani. Jo, po do lem të varet perdja. Pse më, që ka? Nuk është gjë e bukur të varet perdja. Na, Maja. Me perde! Me gjera, prita t'im qefa me këto të duke me si. Ja, nuk ekzistojnë, ka lezet. Tani. Do thoni juve, e kurose perden, njore se do e kurose të perden. Shqip, na i shpife. Laj thaj vare këtu, kaq, mbarovi. Luso. E gjete kush është personazhi? Ama, pse shkon edhe gjen njerëz, si edhe ti vet nuk i njifja ma përpara. Dalune e njifja. Ha, mos thuaj kush është. Kush? Ha, kush është? Kush është? Nuk e kuptoj me të parë kush është. Po ti e vesh çdo ditë këtë. Louis Vuittoni? Se e njifja ti që kjo është Louis Vuittoni. Jo, po ka stile për femra. Shifet ja tregoj njerë. Duhet të ndiqni edhe Klajdin në Instagram, sepse vën vetëm budallalliqe. Ka vën tani story këtë, e thot kush është ky. Ndërkohë ky është Louis Vuittoni. Ndërkohë unë nuk e dija. Ndërkohë të gjithë ju e blini. Kush e blere? Të gjithë ju femra. Ule bre atë zërin e televizorit bre. Ule bre, la mulesirte bre. Ma jam dhem gryka. Dhe mund ta rregullosh pra. Me mirë si a delta të favore. Rimo sa po më luftë tani. Të turuk.
fustanka që bleva. Prisni ta unë pak ta shikoni më mirë. Bëri sajve nga 1.80. 8. Jo, shumë i bukur. Ishte me ulljen nga 20 euro, 20 euro, kështu që nuk mund ta humbja këtë super ulljen. E kam veshur tani me çorape, po do e vesh me Dr. Martin se do jem. Tani do ju kujtoj si e laj unë beauty blenderin. Marrëm pak vaj ulliri, kaq, pak fare. E marrëm beauty blenderin tënë që është i qelbur, edhe ngjym kështu të vaj. Në vazhdim marrëm ilaçin e enësh edhe hedhëm brenda. 4 herë shtypa unë, edhe ujë shumë të ngrohtë. Është bërë disi kështu tani, dhe shtyp me një lukë që është shumë e ngrohtë edhe nuk mund të vedorën brenda. Edhe do e lë këtu brenda derisa uji të ftofet, se si thash uji duhet të ishte shumë i ngrohtë. Edhe kur uji të ftofet do e shplaj e do jetë super e pastër. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Por? Qave? Qa goti ke marrë për vetër? Kjo është e Shikoni çfarë goti ke marrë. Ja, këta more ti. Aja është e jote. Je një princeshna. Jo, këta more, kjo është imja me London. Është imja me London. Vini aty se do rozoj këtë, vini aty. Se po më edhe ashtu të rozoj. Që tregoj edhe beauty blenderin sa mirë u la. E shikoni. Nuk është e pist këtu, thjesht si e kam vend të thajt, është tharë këtu edhe nuk e di, ka ngjallur kjo pjesa kështu. Të lutem shumë, do vish këtu ta mbyllëm këtë vlogun? Po. Se graja është e smur? E smur. Po. Me njerëz do ju le me kaq, mendoj që ju tregovëm Të gjitha. çdo gjë. Edhe pak do ju njoftoj me doktorin ton. Ka flokun kështu siç mendur, dentist, doktor. Po, është dentist edhe doktori familjes. Rregullon kpuca, është stilist edhe shef kështu fara. Unë kam filluar ilaçet, ki po shkallon, kështu që ne do ju lem këtu, shumë faleminderit që ndetet këtu me ne. Presojmë që kemi mbajtur pak shoqëri, mos harroni të bëni një like, një koment edhe neve do shifemi si gjithmonë te videoradhës.